Nismë e kryetarit të gjykatës së lartë Sokol Thadushi, por vetëm kaq çështja e paraburgimit, çështja e masës arrestit në burg është kthyer në një temë sa juridike, aq edhe politike gjatë viteve të fundit. Me mua në studio për të diskutuar është avokati Altin Kaziaj. Mirëserë zoti Kaziaj, kënaqësi të jeni në studio. Faleminderit për ftesë. Atëherë, Shqipëria rezulton me rreth 57% të burgosurve në paraburgim. Çfarë tregon kjo për mënyrën se si përdoret masa arrestit në burg në Shqipëri, në praktik? Është shifre lartë? Shumë e lartë. Numrin e popullsisë që kemi ne. Jo vetëm e numrin e popullsisë, po dhe me ato që janë praktikat më të mira, ose themi statistikat e vendeve të rajonit, ose të vetë Bashkimit Evropian, ku ne po tentojmë ta aderojmë. Shifra shumë e lartë dhe caktimi masës sigurimit personal, arrest në burg, në drejtsinë shqiptare, është pak shumë e lehtë në dhënien e saj. Dhe ndërhyrja që është bërë, paktën nga dje që ka ardhur informacioni nga ana e gjykatës lartë që do bëhet një ndërhyrje e tillë për të rikualifikuar atë që është parashikimi i ligjvënësit, kryesisht në enet 200 në 28, 29 dhe 30 në kodit të procedurës penale, është e mirë pritur në kuadrin edhe të bipopullimit që është momentalisht devuar penitenciari shqiptar, po dhe në kuadrin e parafrimit legjislacionit dhe praktikave më të mira në MBN. Thash, gjyqtarët shpeshherë përdorin masën ose prokurorët që çojnë kërkesën pranë gjykatës e përdorin masën dhe për vepra të lehta dhe shumë të lehta. Përse është kthyer në masën më të përdorur nga gjykatat shqiptare arresti në burg? Për shkak se nuk kanë shpeshherë siguri që i njëjti person i lënë në një masë më të lehtë, nuk do të bëjë të njëjtën vepër ose një vepër më të rëndë. Pak të ligji këtë pashë. Ose një njëjti person nuk do largohet dhe nuk do vjet më në dispozicion të drejtësisë, ose një njëjti person nuk do ndikojë mbi provat ose të jelmojë ato ose mbi dëshmitarët që mund të kenë dieni mbi një çështje të caktuar. Edhe kjo ka qenë ajo qëndrimi mbajtur deri në këtë moment, të themi deri diku abuzues i prokurorisë fillimisht, po dhe i gjykatës si problemi që ndron filtr. Tek ligji apo mënyra se si zbatohet nga prokuroria dhe nga gjykatat? Të dyja. Është një evazivitet total, të themi, parashikimi i ligjvënësit. Për ashtu si është parashikuar, po dhe abuzimi që bëhet, që është deri diku, të themi, subjektiv i prokurorit dhe gjykatës. Mbrojtja ka një rol minimalist, të themi, në atë që është garantimi i të drejtave të një qytetari që shkon përpara një gjykate, kundrejt të cilit kërkohet arresti në burg. Mbrojtja mund të dërgojë dokumentacion justifikues që masa e kërkuar nuk është e përshtatshme me nevojat e sigurimit për këtë qytetar, për shumë arsye, që mund të jenë arsye të karakterit familjar, shëndetësor, dhe arsye në vetvete të veprës penale ose të dyshimit të arsyeshëm kundrejt të cilit prokurorët abuzojnë shpesh duke çuar përpara një mase me kërkesë ekstreme, siç është masa e arrestit në burg. Që ligjvënësi thotë që duhet përdorur dhe duhet vënë vetëm në të themi në rastet më ekstreme ku nuk asnjë masë tjetër nuk është e përshtatshme me nevojat e sigurimit. Në praktikën tuaj, zoti Kazia, sa janë këto rastet që nuk ka qenë e nevojshme kurse si për një arrest në burg dhe është vendosur nga prokurori? Është kërkuar se vendos gjykata. Praktika tregon, jo vetëm praktika ime, por praktika në përgjithësi e kolegëve të mi ose vetë gjykatave që ne në përditshmëri jemi pjesë më të madhe ditës jemi në gjykatë se sa në shtëpinë tonë, tregon që rastet janë alarmante. Në përqindje të saktë nuk di t'ua them, por rastet janë alarmante. Tani nuk mund të merren në veprat penale që kanë të bëjnë për shembull me drejtimin e automjetit në mënyrë të parregullt dhe të merret të arrestohet të çohet në burg. Burgu në vetvete duhet të ketë dhe karakterin human dhe riedukues në vetvete. Penitenciarët shqiptar nuk kanë kapacitetet për riedukimin e një personi. Ai person që shkon prapa hekurave me shumë probabilitet kur del prej del më nëse është kriminal del më kriminal se ç'duhet. Nëse nuk ka qenë kriminal dhe është futur atje, fillon në tentativat e para, në hapat e para të krimit. Kështu që treguesit janë të tillë që nëse një person do hiqet liria, që është një drejt kushtetuese, do çohet përpara, të themi, do çohet për një kohë të caktuar në një penitenciar, do duhet t'i jepet gjithë suporti psikologjik i nevojshëm, social i nevojshëm
për t'i garantuar të drejtat e tjera. Mirëheqjen e lirisë nuk ja garantuan për shkak se bëri një shkelje të një ligji penal, të një penal të ligjit material penal shqiptar. Po të paktën duhet garantuar riedukimi i këtij personi për ta rifutur në shoqëria të personit. Kjo gjë nuk ndodh. Nuk ndodh. Kjo gjë nuk e ka vletur as kjo mas siguria rreth në burg. Nuk arrihet qëllimi i përshtatshëm, thjesht arrihet qëllimi ndëshkues për shkak të gabimit në thonjza ose krimit të kryer. Nëse ndodh ky ndryshim, a do detyroj kjo gjykatat që të japin një, le të themi, të jenë më të arsyetuara në vendimet e tyre? Po të paktën drafti paraprak që të paktën që ka dalë nëpër media është pozitiv në këndvështrimin tim, për shkak se arrin qëllimin në vetvete që të rigiditetit ose të ngurtësisë së normës, që nuk lë evazivitet te prokurori ose gjyqtari për të dhënë masën ekstreme. Po duhet të përmbushi disa kushte përpara se të shkojë atje. Dhe arrin dhe qëllimin e dytë që është ai i disa vendimeve të njëpasnjëshme të dhënë kundra Shqipërisë, pranë Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, të cilat kanë Pra si hysa gëllë që e keni fjallën, no? Eksakt, janë dhe 2-3 eksakt, më mediatikët, po janë dhe disa raste tjera që shprehet Gjykata Evropiane të Drejtave të Njerëzit për shkeljet në 6 dhe në tjera të parashikuara që cënojnë liritë dhe drejtat personale dhe individuale kushtetuese të individit. Kështu që me këtë përqindje që kemi në sot, që arrin deri në